Për këtë profesion jam që 33 vite, punoj si puthstar. Që 33 vite? Po, që e kom marrë zanotin edhe që ja kom nis me punu. Kur e ke hapur lokalin tënd të parë? Lokalin e parë kom hapur në 2005. 2005. Po. Sa ka qenë e vështirë në fillim me menaxhu? Po, nuk është kanë shumë e vështirë, se isha në rrjedhat punës edhe i disha që shkojnë ato rrjedhat edhe nuk u kanë shumë. Nga kush e ke marrë zanatin si këpucëtar? Këtë vend që punoj edhe kom marrë zanatin të ky pronari. Pronari tash jeton? Është i vdekur. Çfarë të bëri ty që me dash këtë profesion lël? Po tash tu e po të mësu mo. Nuk po mundesh edhe me ik asoj punës qysh. Sa po ka fitime? Po nuk është keq për fitime. A ke trashëguar nga dikush profesionin si këpucëtar? Jo. Prej familjave jo, vetëm prej atij pronari që ka vdekur zanatin, sa ka qenë e vështirë me marrë zanatin? Nuk është kanë shumë edhe ashtu. Po, ka dal. Sa po ke punë si këpucëtar edhe a mundesh më na i bëni krahasim vitet e mëhershme edhe tani? Punë, më herët ka pas më shumë. Po në ditën e sotit ka më pak. Krahasimet që ne i bojnë tash se s'muna më thonë të shka, po punë atëherë ka pas shumë, e tash shumë më pak. Cili është orari që punon dhe a keni orar të caktuar? Jo, e kam orarin 9, orat mëngjesit e hapi deri në ora 6 mbrëmje punoj. Cili është procesi i përpunimit të një këpucë ose pume? Po në varet tash çfarë ka me punu një këpucë, për shembull kjo ka më lepit, kjo nuk është shumë shtirë me shku me kry, po duhet të... Sa kohë të merë përpunimi një pume si ajo? Po më varet ashtu qysh ka, do janë më shumë, do janë më pak ashtu. Cilat janë këpucat më të vështira me u punu? Puma, këpucat vjetra? Po qërë tash kur ta njofsh punën nuk është shumë e shtirë me punu një punë, se i punat për dita janë të përditshme aty. Cila ka qenë kërkesa më e çuditshme që e ke pas kur të ka ardhur? Jo, për mu nuk ka asnjë e çuditshme kurse i punoj krejt. Tu nuk e di tash ti. Krejt llojet e punës? Krejt llojet po. Puma, çanta, krejt i punojna. Po në ditët e sotit sa është e vështirë me menaxhu punën, tu pas parasysh që kërkesat janë më të ulta? Po është pak vështirë, po do të qysh apet më mundu me gjithë zgjidhje, me bu. A është ma e mirë për me ardhë me i përpunu, për shembull në nesër nëse i dëmtoj pumat edhe a është për shembull këpucëtari një derë që me ardhë edhe me i përpunu ato dhe mu shit tani, apo veç pronarët direkt i marrin? Jo, veç pronarët këtu i marrin, i rregulloj, vini marrin pronarë se nuk qesin në shitja, unë nuk kam përmish. Po edhe nuk bëni punime, veç përpunime, apo? Lona, më nësh më na tregu pak për këto maqina që i ki edhe për çka janë, për çka punohet me to? Po, kjo është maqina për qepjen e këpucave. Për qepjen? Për qepjen e këpucave, shka ka? Qepje muna i buna krejt. Mujni me bo dhe dizajne ndryshme? Jo, dizajne nuk mujna me bo. Për qepjet patentav, për qepjet çantav, për krejt këto. Po, kjo tjetra? Kjo tjetra është për mi lepit këpucat, kur ti lepit mi, demonstrim për bujmë pak. Kjo është mënyrë mekanike, tash ka ndole mjetet elektronike, po nuk jena mujt mi bu në ato. Edhe kjo... Sa janë shtrejta këto mjetët e ma hershme? Këto janë mekanike, nuk janë shumë të shtrejta. Kjo maqina është për zgjerimin e këpucav. Këto i bëjmë zgjerimin për një numër e rritmi. Po, më nësh me i rrit edhe numërin, apo? Në këpucëtarin tonë, buen edhe ndrimi i këtive. Kjo si do këtë është e shkoqët. Kjo mirët ndrohet krejt. Prej këtu i tere këtu.
edhe kjo. Sa kohë ka marrë Lol ky zanat për me fitu? Po zanati ka marrë vallaj dikun 3 vite, kështu për me marrë zanatin, ka bëhen. Edhe këto për funi muna mi ndruen të këpucat, cilat ju dëmtohet këtë gjyni për funi, këto muna me marrë me janë gjitë këto për mi, edhe regulohet, nëreqet, prehet, lepitet, krejt kryet kjo. Se këto muna me marrë që janë zverdh kështu, ngjyrosen këto me ngjyrë të bardhë edhe i hupet i vje pamja apet e bardhë qysh është kam. Edhe me ngjyrosje? Po, edhe me ngjyrosje muna më mirë. Këto janë ngjyrat, këto janë. Kjo është ndrimi i funit të këpuca tek qizmet e dimrore që janë. Kjo hiqet për shembull, për marrmi si shembull këto muna me qkoq, këtu, edhe me marrë me ngjit, kjo ngjitet kështu. Sa është e lodhshme si punë, Lol kjo? Nuk është tepër e lodhshme, po do pak për kujdesje, për me punu qysh duhet, për me dalë mirë. Po me ta bol një pyetje tjetër, Lol, çfarë mendon gjatë rregullimit të këpucave, me qenë se qenë ke vetë dhe shumë qetësi? Shumë mirë, nuk menoj kur gjavesh, menoj qysh me punu punën ma mirë, kështu me dalë qysh është mas miri. Kjo është konta e lepakit, ku e mana lepakin. Kjo është qekiqi. Kjo është qekiqi. Kjo është briski skalperi ku në përdor për me prej gumën. Shtrafilel, të donat, të tije ngërshajt. Kjo është për me shpu bira në trypit. Kem katrama për rrët. Këto gumitat për shtiklat e grove. Si për shembull te këtu, që me marrë edhe me janë ndru këtu. Nga kush ke kërkesa më shumë, Lol, nga gjinia mashkullore apo femrore? Këto dy gjinit nuk dallohen shumë. Cilat vinë ma me mirësjellje, ose cilat flasin ma bot themi? Po, jo, me mu sillen gjithë mishteria mirë. A ki mishteri që në tregull? Kam tregull tonë. Krejt tregull ti? Këtë tregull ti kam mishteri.